Pas ndalesës në portin e Sarandës dhe Vlorës, kroqera MV Hamburg me 270 pasagjerë në bord ka mbërritur mëngjesin e sotëm në portin e Durrësit. Ajo është mirëpritur nga kapiteni Taulant Allka, i cili ka urdhëruar mirëseardhjen kapitenit të kroqerës. Unë nisëm nga Pireu me pasagjerë francezë dhe gjerman në bord. Erdhëm në vendin tuaj të këndshëm, ndaluam më parë në Sarandë dhe Vlorë. Për fat, koha është e mirë. Nesër shkojmë në Kotor, Malizi dhe destinacioni përfundimtar, Venecia. Allka tha se nga viti në vit ka rritje të numrit të kroqereve që zgjedhin Durrësin si destinacion për të qëndruar një ditë. Çdo vit i tekalojmë ato të vitit paraardhës. Si shta dhe ju 13 kanë prenotuar, për të shkojë diku te 20 me gjithë ato që prenotojnë last moment. Këtë sezon turistik, Durrësit janë shtuar 2 linja të reja kroqeresh, të cilat pritet të ankorohen në portin më të madh të vendit. Burime nga kapiteneria thonë se kroqera Oceania Cruiser me 5 yje dhe Emerald Azura me 7 yje janë 2 linja të reja që kanë prenotuar për të ankoruar në portin e Durrësit.